Në fund të muajit të kaluar, ambasadori i Rumanisë në Serbi, Jon Makovej, me presidentin e komunës së Borit, Branislav Rankić, në banjën e Brestovcit kanë hapur kështjellën e rinovuar të princit Aleksandar Karađorđević nga shekulli 19. Ky pallat do të jetë dhoma e miqësisë serbo-rumune dhe një vend për mbajtjen e manifestimeve të numërta kulturore dhe turistike. E ka përgatitur Jelena Gligorić. Kështjella e princit Aleksandar Karađorđević, i biri i Karađorđe Petrović, udhëheqësi i kryengritjes së parë serbe në vitin 1804 dhe themeluesi i dinastisë, është ndërtuar në vitin 1856 e është rinovuar duke falenderuar dhurimeve nga Bashkimi Evropian prej 357.000 euro. Princi Aleksandar, i cili ka qenë në krye të Serbisë në mes të shekullit 19, ka vdekur në margim në qytetin e Romanisë, Temishvar, në vitin 1885. Rinovimi i këtij monumenti kulturor historik ka filluar para 2 vite. Në kështjellën mbahet ekspozita e përhershme të sendeve dhe të dokumenteve nga koha e dinastisë së Karađorđevićit, si dhe biblioteka. Në katin e poshtë ndodhet një sallë për martesë, e në katin e sipërm janë disa dhoma të cilat janë parashikuar për ekspozitat e ndryshme të muzeut. Familja mbretërore në banjën e Brestovcit kalonte pjesën më e madhe të vitit dhe prandaj kronistët kanë shënuar se banja ngjante kryeqytetit verior të Serbisë. Sipas modelit të kështjellëve evropiane, kështu jetohej sipas ceremonialit për rezidencat verore. Banja e Brestovcit nuk ka marrë emrin mbretëror vetëm për shkak të kështjellës së Karađorđevićit. Shërbimin për sëmundjet reumatike këtu e ka kërkuar dhe mbreti Milan Obrenović, babai i të cilit, princi Miloš, nga viti 1837, këtu kishte pallatin për emër e të cilit lidhet zhvillimi i turizmit të banjës në Serbi. Sipas shënimeve, mysafire e parë zyrtare e banjës së Brestovcit ka qenë gruaja e princ Miloshit, princesh Ljubica. Banja e Brestovcit ndodhet në lidhje të Serbisë, vetëm disa kilometra larg nga Borit. Burimet termominerale janë bërë si pasojë e aktivitetit të dikurshëm vulkanik dhe të përbërjes komplekse gjeologjike të tokës, dhe temperatura e tyre është mbi 40 gradë të Celsiusit. Këto ujëra përdoren me sukses për shërim të sëmundjeve të ndryshme, të nyrat, të mushkullt dhe të blagosit së kockave. Gjithashtu përdoret për shërim të sëmundjet e lëkurës, e veshkave dhe sëmundjet e nervave. Uji mund të pihet, përdoret për larje dhe në terapi fizike si mjet ndihmues. Banja ka 10 burime të ujërat shëruese, të cilat ka një përbërje të pasur dhe shumë llojshme të mineraleve. Në banjën e Brestovicit ka disa hotele dhe vila për vendosjen e mysafirëve, dhe emrit i saj mbretëror duhet shtuar vilën Toplica, qendrën e bllokut mjekësor, i ndërtuar sipas dëshirës së mbretit Petar I Par Karađorđević. Këtë vend zbukuron rrethi piktoresk. Zonat pyjore me përrinjt e vogla shtrigjen për shëtitje, e disa prej tyre çojnë edhe tek liçeni I Borit, në të cilin mysafirët gjatë verës bëjnë plazh. Në këtë rreth ndodhet dhe shpella e Zlotit, për të cilën thuhet se ka korridoret nën tokë më të gjata se çdo shpellë tjetër në Serbi.